Përshëndetje ju them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Më është bërë vazhdimisht pyetja se çka janë narcisistët e për çka e ki fjallën. Në realitet është diçka që sot shumica e njerëzve dinë se çka është narcisizmi për shkak se ka plot video, ka plot informacione, mirë po ka edhe të tillë dhe lutem nga zemra që kur njeriu mos ketë nevojë për të hulumtuar për këtë temë dhe se zakonisht njerëzit që unë i njoh, njerëzit që vazhdimisht edhe deklarojnë edhe thonë se tek vonë ose kur ata kanë përfunduar lidhjen me narcistët ose janë larguar pa marrë parasysh kush kanë qenë ata, tek më vonë e kam kuptuar, po kështu pas ka qenë puna ose unë ju betohem se i ka dikun që 20 vite jam një vëzhguese, heshtur, lexoj, marr informacione, vetë punën ku unë punoj këto, kam me librat dhe më kanë rënë shumë libra në dorë ku flitet për narcisizmin. Sa kam kuptuar unë, historia ose është në mitologjinë e lashtë greke ku narcisti është një djalë i cili ka lindur nga, siç dihet në Greqinë e lashtë njerëzit kanë besuar në shumë zota. Më duket se babai ishte zoti i deteve, kurse nëna ishte zoti i lumit ose të dy ishin siç e mbaj mend unë kishin të bën me ujin dhe si fëmijë ishte një djalë shumë i bukur, diçka që kushdo që e shihte thjesht nuk mund ta largonte shiqimin për shkak se bukuria e tij ishte diçka prallore do të thoja dhe shumë i bukur. Në të jo vetëm që dashuroheshin femrat, por edhe mashkujt. Mirë po narcisisti si një person që ishte i veçantë dhe merrte vëmendjen e të gjithë njerëzve, ai në vete nuk asnjëherë nuk i bënin përshtypje ajo çka të tjerët i jepnin dhe thjesht e ndihej i privilegjuar se qysh herën e parë kur ai kishte pa veten tek lumi kur shkon që të pinte ujë e sheh se sa i bukur ishte dhe dashurohet në vetvete, dashurohet në atë fotografi, në atë dhe thuhet që ai edhe me ditë të tëra rrinte tek lumi duke shiquar vetveten dhe vajzat e fshatit aty ose ku ka jetuar ai ishin shumë të inatosura se askush nuk mund t'ja merrte zemrën atij për shkak se ai nuk kishte as për askënd dashuri përveç për vetveten. Dhe se duke mos u tërhequr, duke mos kthyer shiqimin asnjëherë nga të tjerët, se çka të tjerët duan t'i thonë, se çka të tjerët kanë për t'i dhënë ose t'i thënë, ai vazhdimisht shkonte tek lumi dhe derisa dobësohet aq shumë as nuk han, as nuk pin, do thotë nga vetë dashuruar, saqë njëherë dëshiron ta përqafoj atë fotografin atë e cila i vije prej ujit aty ku e sheh veten dhe ai rrëzohet aty dhe mbytet. Dhe thuhet se tek vendi kur ai rrinte i ulur aty me ditë të tëra, mbasi që ai ishte mbytur, ishte vdekur, ishte një lule e verdhë dhe njerëzit atë e quajtën narcis. Lulen dhe nga aty edhe emri i narcistit. Do të thotë çka na thos kjo neve, ndoshta a ka ekzistuar, nuk ka ekzistuar narcisti, unë nuk e di mirë, po çka na tregon neve, na tregon se narcistët janë njerëz të vetë dashuruar, të bllokuar në vetvete dhe siç ishte historia e atij djalit që përfundoi tragjikisht edhe narcistët, unë mendoj se janë diçka që është pjesë e karakterit të tyre ose një program. Unë mendoj se është një program i cili e kanë instaluar në fëmërinë e hershme. Unë asnjëherë nuk dua që të them se çdo njeri që është pak më ndryshe se ne, për shembull, ka njerëz që kanë një fjalor banal, ka njerëz që janë më impulsiv, ka njerëz që flasin ashtu, siç themi, thjesht siç e tha edhe një femër një ditë, një
psikologën në Shqipëri kur u pyet se çka janë narcistët, tha nuk është narcist, tha çdo legend, tha që e shohim me sy, sepse mund të ndodhë që është një njeri i cili të ofendon në publik ose të thot diçka mirë, po ose në Facebook ose të bën një koment shumë banal, shumë mirë, po ai nuk do të thotë që është edhe një narcist, për shkak se nëse ti e kontakton dhe i ofrohesh, i thua se ti më ke lënduar dhe kjo nuk është në rregull, si është e mundur kështu, ai do të kërkoj falje dhe do të thotë se më erdhi ashtu ose më fal, të lutem, do të ndihet shumë keq. Kurse ti nëse e kontakton një narcist dhe i thua se ti më ke lënduar, ti më the kështu në publik ose kështu, ai do të reagojë në mënyrë shumë primitive dhe do të përkundrazi do të shaj prapë dhe do të thotë se ose do ta mohoj, do të thotë me kë e ke ti, thotë unë asnjëherë s'kam thënë, sepse narcistët e kanë edhe një lloj programi brenda vetes që fajin aty për aty e largon prej vetes dhe ka edhe studime të cilat tregojnë se narcistët të gjitha fajet, të gjitha dëmët që ju kanë bërë njerëzve në jetë nuk i kanë të pothuaja të shlyera nga truni sikur nuk kanë ndodhur kurrë. Dhe ata bëjnë në këtë mënyrë, siç kam lexuar, bëjnë edhe një higienë të ndërgjegjes, do të thoja, sepse po të ishin të vetëdijshëm se çka kanë bërë ose çka se sa dhimbje ndoshta ndonjëherë edhe do ta lënin programin, do thonin jo, po kjo është e çmendur, çka unë pas kam bërë dhe jam duke bërë, kjo nuk është në rregull, mirë, po është një diçka që i bën menjëherë siç detele ose e shlyn menjëherë atë çka ata për shembull kanë shkaktuar. Unë asnjëherë nuk flas për narcisizmin grandioz, vetëm e kam shpjeguar në pika të shkurta, mirë, po nuk dua të hyj në thellësi për shkak se narcistët grandioz, simas disa leximeve që i kam bërë unë, thuhet se ata krijohen, janë ata fëmijë të llastuar, janë ata të cilët asnjëherë nuk i është thënë jo, ata të cilët janë vetëm pse e ka bën një vinë fletore dikon, i është sikur për prindit ishte një gjeni dhe ati asnjëherë nuk i është dhënë mundësia që ta kuptoj se edhe ai ka gabime, edhe ai mund të dështoj dhe shumica nga ta edhe rrezikojnë, janë ata të cilët siç thonë ekspertët që sot kanë bërë zbulime për shkak se ata nuk e kanë frikën, ata nuk e dinë se aty nuk është thënë prej fillimit ti mundesh, ti ja del, ti je një gjeni, ti edhe pse është rrezikshme, unë e kam thënë edhe në video tjera që narcistët në realitet shumica janë ata që rrezikojnë, mirë, po unë për vete do të ndalem pikërisht të narcizmi i fshehur, ata të cilët është vështirë për të kuptuar, për shkak se shumica e njerëzve një jetë të tërë kanë kaluar me ta dhe nuk e kuptojnë se çka ndodh. Do të thoja që për të ditur se nëse ka dikush interesim se çfarë metoda, se unë për vete nuk po kam edhe aq shumë kohë, ata që e dinë gjuhën angleze, gjithsesi sem vaknin për çdo temë që të intereson, se si vepron një narcist, se si i ka metodat e veta dhe vetëm kur ti e kupton metodat me çka ai punon me ty, se janë mikrometoda, janë gjëra shumë të vogla, që mirë po kur ato mblidhen dhe ato të gjitha rrinë në trurin tënë, në trupin tënë, të i kesi emocionet, të i kesi ato fjalë, ato të cilat të janë thënë vazhdimisht dhe të thuhen. Pa marrë parasysh është nëna, babai, vllai, motra, personat që ti ke më shumë ti kontakt. Nëse janë narcist, ata janë ata të cilët ty do të tjetërsojnë, ti do të ndryshosh në karakter, ti do të ndryshosh në sjellje, sepse aty është edhe qëllimi që të fusin ty, sepse narcistët jetojnë në një botë, në një fantazi krejt tjetër, siç thotë Sam Vaknin, thotë narcistët
janë të vetëdijshëm për atë thot që e bëjnë, thot se për njerëzit nuk është e mirë, po në realitet ata mendojnë se ajo bota e tyre është e vërteta dhe se ata kanë të drejtë, se ata janë të pagabushëm dhe e kanë për të mirën tënde, për gjithë shka që ata e bëjnë, ata edhe mendojnë ashtu, unë po i ndihmoj kësaj ose ati, është një se në realitet unë e kam përmendur se narcistët si mas ekspertve nuk mund të duan, nuk kanë mundësi se kanë përjetuar dashurinë e vërtet dhe për atë edhe kanë krijuar atë programin e vetë me cilën ata kanë hypë në fron dhe nuk duan të zbresin. Dhe në realitet ata numrojnë veten si një zot i cili është i ulur dhe është i pagabushëm dhe të tjerët që gabojnë duhet të dënohen. Dhe në realitet kur ti njesh me një narcist të fshehur dhe kalon jetën me te ose je në marrëdhënie me te, ai në fillim ty do të therras në atë mbretërinë, do të lartësoj edhe ty, edhe ti je po aq i vlefshëm për sa dhe ai vet. Mirë po ti e sheh se ajo mbretëri nuk është e vërtetë, ajo mbretëri, një narcist do të thotë unë e ti kundër krejt botës dhe vetëm metodat tona, vetëm ne se si ne funksionojmë është realiteti. Ky tjetri realitet është i rrezikshëm, ky tjetri realitet të tjerët nuk janë në rregull. Mirë po ti ngadalë e sheh se ti je vetëm një i cili po e zbaton urdhrat aty, po je në si të them je në shërbim të atij Zoti dhe e sheh se nga vetja jote ti vetëm po zvoglohesh, nga ti s'po mbetet asgjë, nga personi që ka qenë i vërtet s'po mbetet asgjë dhe aty ti fillon që të rebelohesh, ti fillon të largohesh, ngadalë dhe aty fillon edhe ajo do të thoja përjashtimin nga ai kopshti i Edenit, për shkak se narcistët e mendojnë veten se ata janë të cilët janë të pa gabime, të tjerët janë programi i tyre është i tillë dhe nëse ju vetë e shihni se diçka nuk është në rregull me jetën e juve, me personat që i keni në rreth, edhe pse ju mundoheni të reflektoni, ju mundoheni të bëni gjërat në rregull, ju merrni fajin për çdo gjë që ndodh, vazhdimisht thoni çka bëra unë fals ose si ishte ky reagimi im. Mirë po në realitet kur ti e sheh që asnjëherë, edhe për vetëm një herë narcisti nuk është gabim, po vetëm ti je gabim, atëherë nuk ka nevojë as për teste, as për asgjë. Mjafton ti thuash një narcisti një herë, jo, unë nuk dua të bëj ashtu siç thua ti. Shiqoj reagimin e tij dhe thuaj dikujt tjetër, për shembull mua dikush po të më thotë jo, nuk dua ta bëj, unë them nuk i them ndoshta asgjë, po me vetë them sa keq që nuk e bëri ose kështu, mirë po reagimi im nuk është jashtë të normalje. Mirë po një narcist tërë ditën do ta mboj, ndoshta edhe më gjatë atë jonë tënde. Ose për shembull ti e din se faji ti kemi dështuar në një plan, kemi dështuar në një ku ta dione gjendja financiare, ku ta dione ti e din dhe se gjërat faktet janë se ai ka gabuar, se ai ka bërë një gabim. Mirë po ti thuaj, provoj edhe thuaj se ti e ke bërë këtë gabim. Unë për vete, po të më thot dikush ti ke bërë këtë gabim edhe këtë gabim, unë do t'i them pashi që mundohen të argumentoj pse ka ndodhur ashtu ose ashtu dhe më besoni se tërkohën e mendoj pse e kam bërë atë gabim, pse kam vepruar ashtu. Mirë po te narcistët nuk është atë. Aty për aty do të kthehet në sulm dhe gabimi i tij tani do të jetë problemi i yt që ti e ke folur dhe në realitet ata dhe do ta marrin një shiqim aq shtareblik, thojnë gjermanët, një shiqim kështu që ti do të thuash
çka e gjeti, ai as nuk do të flet, asgjë, vetëm se do ta ngri shiqimin, ti do të thuash, e pa shiqas, si po të ishte vërtet, kë nuk do të reagonte në këtë mënyrë. Mirë, po në realitet kjo është vetëm një lloj aktrimi që do ty të humb nga koncentrimi, ti të fillosh me ato mendimet e tua, pse reagoj kështu, pse ndoshta nuk ka faj, ndoshta, dhe kështu që jeta me narcistët, pa marrë parasysh kush është nëna, babai, vllau, motra, partneri, është me të vërtet është një sfidë, do të thoja, dhe nuk ka mundësi asnjëherë që diçka të ndryshoj vetëm se ti e dëshiron atë, ose pse ti sjell argumente, ose ti je në të drejtën tënde, do të them. Ju faleminderit që më ndiqni, dhe siç ju thash edhe juve, për çdo gjë që ju që dini anglishtën, për se si janë krijuar, si veprojnë, si çdo gjë, është njeriu që po bën gjithçka, që siç është në Angli për shembull, në Kanada, edhe me ligj të mbrohen viktimat e narcizmit edhe me ligj, sepse në Gjermani, në shtetet tjera, ende diagnostifikohet viktima, i ofrohet ndihmë, mirë, po me ligj nuk ndiqet, për shkak se secili thotë merret ajo se secili që i ka mbi 18 vite është e drejta e tij vetë të bëjë zgjidhje, vetë të largohet nga aty dhe të distancohet, pa marrë parasysh a janë prindrit. Mirë, po në realitet ndodh diçka krejt tjetër që unë do ta shpjegoj në një video tjetër, pse njerëzit nuk mund të largohen nga narcistët. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë. Faleminderit që më ndiqni.